Kur isha aty brenda, çfarë pritshmërish kishe kur të dilje? Ose çfarë mendove në fillim që do bëje edhe? Asgjë nuk kam menduar më shumë se çka kam bërë aty brenda në fermë. Ndoshta kam qenë pak si të ta them unë ty, pak si e ngurt. Jo esteri që jam tani që po flasim bashkë me njëri tjetrin, se kam pasur disa gjërat mia në kokë, disa gjërat të pambyllura, të cilat duhet t'i kishte ndodhur, u mbyllën ato, po si ide, domethënë kam qenë pak e ngarkuar dhe nuk kam qenë në disa momente në top formin tënd. Po, në top formin tim. Por që mendoja pasaj të dhe thosha pse po e bën këtë gjë, ose kur më kapte ndonjëherë e qarë dhe thosha pse po qanë, i flisja vetes. S'është normale, ke ardhur një reality show që ti ke ardhur këtu të tregosh veten tënde dhe normalisht nuk mund ta tregosh kështu. Dhe pastaj merja veten reagoja direkt, po që dhe pse u futet ti në fermë? Tani unë në fermë futa për treguar aftësitë e mia, për treguar të gjitha dimensionet e estrit, pra 360 gradë, se më shumë se aty nuk ka se ku ti tregosh tjetër.